Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjalt me kanell, receta që po i çmën të gjithë, ja si ta përgatisni. Mjalti dhe kanella janë të njohur për vetitë e tyre të dobishme, mijëra vjeçare. Këto produkte janë të nderuara në mjekësinë indiane dhe në mjekësinë tradicionale kineze. Mjalti nuk prishet kurrë dhe kanella 1000 vjet më parë ishte një dhuratë e cila mund të merrej vetëm nga një perandor. Tani ata janë të disponueshëm për të gjithë dhe efektet e tyre janë të konfirmuara edhe shkencërisht dhe nga mjekësia. Kombinimi i mjaltit dhe i kanellës është mjaft i dobishëm dhe i shijshëm. Në këtë video ne kemi përmbledhur disa nga vetitë e dobishme të këtij kombinimi mjaft të shëndetshëm për ju. Radikalet e lirë oksidohen në mënyrë agresive dhe shkatërrojnë qelizat e trupit ton. Kjo çon në një plagje të parakohshme dhe në sëmundje. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira dhe ngadalsojnë këtë proces. Mjalti përmban fenole, enzima, flavonoide dhe njëkohësisht acide organike. Të gjithë janë antioksidantë të fuqishëm. Studimet gjithashtu kanë treguar se shumë nga këta element janë të pranishëm, veçanërisht në varietetet e mjaltit të errët. Kanella gjithashtu përmban edhe shumë polifenole të cilat gjithashtu përmbajnë antioksidantë të fuqishëm. Në një studim kanella doli në krye të 26 erëzave për sa i përket numrit të antioksidantëve duke lënë pas edhe hudhrën dhe rigonin. Mjalti dhe kanella gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, shkaku më i zakonshëm i humbjes së jetës në mbar botën. Mjalti gjithashtu rrit qarkullimin e gjakut në zemër dhe përpasoj ai zgjeron edhe arterjet. Antioksidantët që përmban ndihmojnë në parandalimin e formimit të mpiksis së gjakut, të cilat njëkohësisht shpesh çojnë në sulme në zemër dhe në goditje në tru. Kanella ul kolesterolin negativ dhe gjithashtu rrit kolesterolin e mirë. Shtoni disa lugë kanellë në një kavanoz me mjalt, përzieni dhe hajeni atë çdo mëngjes me një fetë bukë të thekur dhe biskota. Si mjalti ashtu edhe kanella kanë aktivitet antibakterial dhe kombinimi i tyre mund të përdoret jo vetëm për të ftohtin e zakonshëm, por edhe për sëmundje të tjera infektive, si infeksionet e veshkave dhe fshikëzës. Mjalti është një antibiotik natyral që nga kohrat e lashta është përdorur për dezinfektimin e plagëve. Ai njëkohësisht vret mikrobet dhe nga ana tjetër përmban proteinën aminotosin dhe enzimës glukoz oksidaz. Kanella ka veprim antibakterial, antifungal dhe antiinflamator. Kanella gjithashtu përmban edhe një substancë e cila është vërtet unike. Ndërkohë, nga ana tjetër, kanella është përgjegjëse jo vetëm për aromën karakteristike të saj, por edhe për vetitë të dobishme. Ju do të humbisni në peshë shumë më shpejt. Nëse qëllimi juaj është që të keni një trup të bukur dhe të hollë, dhe tashmë jeni duke ushtruar dhe duke ngrënë ashtu siç duhet, atëherë kombinimi i mjaltit së bashku me kanellën mundet ju vinë në ndihmë që ju të humbisni në peshë shumë më shpejt. Është mirë të zëvendësoni sheqerin me mjaltin. Konsumimi i mjaltit në një mënyrë tepër të moderuar do të zvogëlojë numrin e kalorive që ju konsumoni. Përveç kësaj, sheqeri i rafinuar shkakton edhe një rritje të mprehtë të glukozës në gjak, e cila nga ana tjetër shkakton një rënje të mprehtë të glukozës në gjak. Tranzicionet e glukozës në paqëndrueshmëri emocionale, si edhe në zhvillimin e pajustifikuar të insulinës. Në të kundërt, mjalti absorbohet ngadalë
në qarkullimin tuaj të gjakut dhe nuk ka një rritje të papritur të insulinës. Kanella ul nivelin e sheqerit në gjak dhe rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës, e cila është përgjegjëse për metabolizmin. Kështu ajo ndihmon edhe në përshpejtimin e metabolizmit të glukozës dhe njëkohësisht shndërrohet në energji dhe jo në yndyrë. Kur ta pini? Pini një gotë ujë me një lugë mjalt dhe një lugë kanellë gjysmore para mëngjesit dhe gjysmore para se ju të flini. Nivelet e larta të sheqerit në gjak mund të çojnë në shumë sëmundje, si për shembull diabeti. Është treguar se mjalti ul nivelet e glukozës. Mjalti përbëhet nga 17% ujë. Pjesa tjetër janë sheqerna, duke përfshirë këtu glukozën dhe fruktozën. Ato nga ana tjetër përthithen edhe lehtësisht nga trupi, pa shkaktuar rritje të sheqerit tuaj në gjak. Ndaj diabetikët mund të hanë mjalt. Kanella gjithashtu ul nivelin e sheqerit në gjak. Këtë e dëshmojnë edhe studimet e kryera tek vullnetarët e shëndetshëm, si edhe tek persona të cilët janë të prekur nga diabeti. Sigurisht kjo nuk është një ilaç, por funksionon si një shtesë e dietës. Mbani në mend se mjalti po ashtu shpesh hollohet me sheqer, miell dhe nisështe. Prandaj sigurohuni që të blini mjalt nga shitësit e dur dhe është mirë që ju të përdorni mjalt të papërpunuar. Mos blini pluhur kanelle, por shkëpin kanellë. Kjo e bën më të lehtë dallimin e kanellës së vërtet. Kanella, siç e përmendëm, është një nga erëzat më të shëndetshme të gjitha kohrave. Ajo ofron një sër përfitimesh për shëndetin e organizmit, nga koka tek këmbët. Kjo erëz rekomandohet gjerësisht për shëndetin tuaj të lëkurës, sepse i rikthen asaj gjallërinë dhe shkëlqimin rinor. Shëron aknet. Kanella është e pasur me antioksidant. Ajo lufton mykun dhe bakteret të cilat shkaktojnë problemet më të mëdha në lëkurë. Kanella e përthan lëkurën dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Përmirësimi i qarkullimit të gjakut i jep lëkurës të gjithë lagështinë e nevojshme. Për hidratimin e lëkurës rekomandohet përzierja e 3 pikave të vajit esencial të kanellës me disa lugë gjelle me vaj ulliri. Me këtë maskë ju mund të lyeni njëkohësisht edhe buzët e thata. Ndërkohë, nëse ju përzjeni maskën me kanellë dhe me mjalt, me siguri do të keni përfitimin e duhur për zhdukjen e rrudhave. Kanella rekomandohet gjerësisht edhe kundër rrudhave të moshës. Për përgatitjen e kësaj recete, juve do t'ju duhet gjysmë lugë çaj me kanellë pluhur dhe 1 lugë gjelle me mjalt. Maskën ju duhet që ta mbani në fytyrë për 5 deri në 10 minuta. Më pas, shpëlajini atë me ujë të vakët dhe thajini me peshqir. Kombinimi i mjaltit me kanellën përbën një maskë efikase kundër shenjave të moshës. Ekspertët thonë se kjo maskë duhet aplikuar në lëkurë 2 herë në javë. Antioksidantët e kanella dhe tek mjalti luftojnë njëkohësisht radikalet e lira të cilat janë përgjegjëse për rrudhjen e lëkurës. Ato luftojnë inflamacionin dhe mikrobet të cilat shkaktojnë dëme në lëkurën tuaj. Gjithashtu, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.